Përshëndetje të gjithë. Sot kam nderin që në studio të kem dy aktivistet për të drejtat e njerëzit, Romina Sefën dhe Gjulianën Sakollarin. Sot ne do të diskutojmë në lidhje për problematikat që kanë grupet dhe shtresat e marginalizuara në Shqipëri dhe problematikat që kanë gratë në Shqipëri. Atëherë, nga puna në terren me gratë në nevojë, ne prej vitesh kemi identifikuar një numër të konsiderueshëm nënash, të cilat për shkak se kanë qenë të papuna apo kanë kryer punë informale, nuk përfitojnë barlindje apo lejen e lindjes, që është leja lindjes që përfitohet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore për vitin e parë të lindjes së fëmijës. Në fakt, siç po thonte edhe kolegja, kjo vjen dhe si një nevojë që është evidentuar gjatë punës tonë në terren. Ne prej disa kohësh punojmë në disa bashki, si aktivist dhe organizat. Një ndër bashkitë më të mëdha që ne kemi punuar ndër vitesh është ajo është Bashkia e Tiranë, kështu që gjatë punës me këto vajza dhe gra, ne kemi kuptuar që fakti që ata nuk janë pjesë e sistemit të Institutit Sigurimeve Shoqërore e përkthyer në një sistem pagesash mujore për faktin kur ata bëhen nëna, është për shkak se ata prej vitesh kanë qenë të papuna ose kanë qenë jashtë çdo lloj sistemi si persona të punësuar, që do thotë nuk kanë punuar asnjëherë në jetën e tyre. Dhe rrjedhimisht ato mbeten jashtë këtyre skemave të mbrojtjes sociale, edhe siç është dhe mbulimi i sigurimeve shoqërore për të përfituar nga barra e lindjes. Kur themi që ka një numër të lartë të këtyre grave që përjashtohen nga kjo, nëse marrim si referencë për shembull VKM-n e qeverisë, e cila bën rimbursimin e sigurimeve, rimbursim apo subvencion të sigurimeve shoqërore shëndetësore të atyre grave që kanë mbi 3 fëmijë nën 5 vjeç dhe që bën thjesht mbulimin e sigurimeve shoqërore, rreth 3 vite përgjatë zbatimit të VKM-s, gjatë 3 viteve të fundit kanë përfituar diku te 10.000 e ca gra, duke rrumbullakosur këtë shifër në 11.000 përfitues, rreth për 3 vitet e fundit që VKM-ja zbatohet. Kjo është një statistikë e cila vjen në mënyrë indirekte për ata, indirekte dhe direkte, për ata të cilët kanë qenë jashtë sistemit të sigurimeve shoqërore për shkak se nuk kanë asnjë vit sigurim shoqëror në jetën e tyre. Dhe ndaj ne jemi nisur nga kjo nevoja për ta ndërtuar këtë fushat advokimi. Okay. Nëse i referohemi politikave aktuale të qeverisë shqiptare përkundrejt familjeve, unë mund të përmend që aktualisht nënat sot marrin bonusin e lindjes për fëmijët, i cili varion sipas numrit të fëmijëve. Për fëmijën e parë 400.000 lekë të vjetra, për të dytin 800.000 lekë të vjetra në vazhdim. Është edhe një politikë e cila ka filluar zbatimin e saj në 2023-shin, e cila, siç e tha dhe Romina, i referohet nënave të cilat kanë 3 ose më shumë fëmijë nën moshën 5 vjeç dhe gjithashtu ka si kriter edhe të ardhurat e familjes që duhet të jenë nën 1 milion lekë të vjetra, dhe këto nëna ju paguen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore derisa fëmia i vogël të arrijë moshën 5 vjeç. Por kjo mas nuk është një ndihmë financiare drejt për drejt që i shkon nënës apo familjes, dhe ndaj ne kemi krijuar këtë fushat advokimi, e cila synon që të krijohet një politikë re për nënat në nevojë, të cilat të marrin një mbështetje minimale vjetore, e cila të jetë sa gjysma e pagës minimale që është aktualisht në Republikën e Shqipërisë për vitin e parë të rritjes së fëmijës së tyre. Atëherë i bie që paga minimale në Shqipëri është 400 euro sipas deklaratave të kryeministit. I bie që gratë duhet të marrin për një vit, për çdo muaj nga 200.000 lekë. Pse mendoni se duhet ta marrin ata dhe duhet ta marrin domethënë atë pagë dhe jo të futen në punë? Pse duhet ta marrin, për shembull, nuk duhet të angazhohen për të punuar, por thjesht të marrin një bonus? Sepse detyrimi i këtyre nënave, të paktën për vitin e parë, është kujdesi dhe rritja e fëmijës. Dhe duke qenë familje në nevojë, me pak të ardhura ose me as pak të ardhura,
këto nëna nuk kanë të mundur që të arrijnë, le të themi, minimumin jetik, i cili në Shqipëri ende nuk është miratuar, por që duke marrë parasysh rritjen e përgjithshme të nivelit të çmimeve dhe rritjen e standardit të jetesës në Shqipëri, pa pasur të ardhura, këto nëna e kanë të pamundur që të mbijetojnë dhe të bëjnë gjërat bazike që i duhet rritjes dhe kujdesit të fëmijës për vitin e parë. Patjetër që këtu nuk mund të flasim për një rritje cilësore, se askush nuk mund të arrisë fëmijën e vet në një mënyrë cilësore me 200 euro të ardhura në muaj. Mirë, po duke fuqizuar në aspektin ekonomik këto gratë, ti patjetër që përmes kësaj ndihmës 1 vjeçare mund t'i edukosh ata, qoftë me menaxhimin e kësaj gjysmë page minimale, e cila mund t'i motivojë ata që në të ardhmen të kërkojnë dhe një punë pasi fëmia të jetë rritur dhe të bërë i aftë për shkuar në çerdhe. Atëherë ata do jenë shumë herë më të lehtë dhe do jenë më fleksibël për të ndjekur një punë apo një formim profesional. Dhe kështu, ky investim që shteti mund ta bëjë për këto gra në nevojë gjatë vitit të parë, më vonë do t'i rikthehet shtetit si fuqi punëtore, sepse ata do mund të fitojnë aftësi duke ndjekur një formim profesional apo qoftë edhe punësime tranzitore, të cilat mund të jenë me periudha më të shkurtra në kohë, që mund të jetë punësimi part-time, dhe që siç është programi i punëve publike në komunitet. Pra, ekzistojnë disa mekanizma që këto gratë, pasi të mbarojë kjo mbështetja 1 vjeçare, të mund të futen edhe nëpër skema të tjera të mbrojtjes sociale, me ide që të dalin edhe nga ai rrethi vicioz i varfërisë. Se këtu jemi duke folur me gratë të cilat nuk kanë punuar asnjë ditë vetëm në jetën e tyre, të paktën formalisht, mund të kenë punuar informal, ama formalisht jo. Dhe siç tha dhe Xhuliana, duke qenë se standardi i jetesës është rritur, këtu flasim për familje që nuk kanë të ardhura fare dhe minimalisht do duhen disa të ardhura, qoftë për të hiq shpenzimet e shtëpisë, por edhe për t'u përgjigjur nevojave të fëmijëve, të cilët vitin e parë kanë shumë nevoja, me thënë drejtën, dhe për këto nuk është se flet njëri vërdall. Dhe do duhet që minimalisht këto kërkesa të merren konsiderat. Për sa kohë ne aspirojmë të bëhemi pjesë e BE-s, në Bashkimin Evropian ka shumë politika sociale dhe ekonomike lehtësuese, të cilat ndihmojnë familjet e reja, gratë në nevojë, që t'i rrisin në një mënyrë të mirë fëmijët e tyre. Pra nuk po themi shumë të mirë, nuk po themi të një niveli shumë të lartë, ama të kenë nevojat bazë të tyre. Nga çfarë thatë ju, kjo nisme juaj, si mendon që mund të ndihmoj të luftoj varfërinë e këtyre familjeve ose grave të papuna? Duke ju referuar skemës së ndihmës ekonomike që funksionon aktualisht në Shqipëri, mund të themi që vlera financiare që jepet një familje me ndihmë ekonomike në Shqipëri është relativisht shumë e ulët për të mbuluar kostot e jetesës dhe rritjen e nivelit përgjithshëm të çmimeve, i cili sidomos pas pandemisë së Covid-19, pati një rritje tepër të konsiderueshme për nivelin tonë ekonomik. Dhe duke marrë parasysh ndihma ekonomike është e papërballueshme, ose le të themi është e kufizuar për të përballuar nevojat e një familjeje minimale në Shqipëri, ne pretendojmë që përmes kësaj ndërhyrje kjo familje të fuqizohet dhe të krijohet një farë barazie sociale për familjet e varfra. Shiko, kjo ka disa aspekte, nëse shikon në disa këmbvështrime. Para është fakti që janë disa të ardhura shtesë që shkojnë në familjet në nevojë, sepse siç po thonim, ndihma ekonomike është e pamjaftueshme për të mbuluar nevojat kyçe të familjes. Patjetër që skema e ndihmës ekonomike është një sistem mbrojtjeje sociale që lidhet me një sër përfitimesh të tjera sociale që familja përfiton si pasojë e këtij statusi që ka, por në vetvete të ardhurat që përfitojnë nga ndihma ekonomike nuk shkojnë për mbulimin e nevojave të familjes për shkak se është e pamjaftueshme. Në këtë kontekst, ne, siç e thash dhe më herët, mendoj që e para fakti që këto familje do kenë një farë mbështetje të shtuar ekonomikisht edhe mund të mbulojnë disa nevoja bazë, por nga ana tjetër, gjatë rrugës nëse koordinohen politikat siç duhet, këto gratë të cilat mund të bëjnë pjesë e kësaj nisme dhe të mbështeten, patjetër që kjo e ardhur mund të jepet dhe me kusht, që do të thotë, paralelisht që ajo përfiton këtë ndihmën, pas vitit të parë që fëmijët mund shkojnë në çerdhe dhe një pjesë në kopësh, dhe ajo do jetë më e lirë për të punuar, ajo mund të ndjekë një formim profesional për cilin sot edhe vendi ka nevojë për fuqi punëtore. Që do të thotë, formimi i saj mund të shkojë paralelisht me nevojat e tregut, që më pas ajo të mund të jetë dhe një forcë punëtore për vendin tonë,
e parë dhe njëkohësisht ajo përveç se fiton aftësi, merr një pagë më të madhe, jep edhe kontributin aty ku vendi ka më shumë nevojë, duke qenë se aktualisht po ndeshemi edhe me këtë nivelin e ulët të fuqisë punëtore dhe jemi duke marrë nga vende të tjera që janë shumë të pazhvilluara dhe po i sjellim këtu. Ndërkohë që gjëja më e mirë është të investojmë tek njerëzit që kemi këtu, tek resurset që kemi këtu, edhe patjetër që dhe gratë, të cilat nuk kanë një formim, mund të aftësojnë në këtë drejtim dhe të bëhen të afta për tregun e punës. Dhe ato më pas do jenë shumë të barabarta edhe në aspektin gjinor, sepse do jenë shumë të fuqizuar ekonomikisht, duke u bërë pjesë e këtyre skemave. Dhe këtu do kemi një standardizim të shërbimeve, por edhe të rritjes së kapacitetit të këtyre grave. Po nga vendet në rajon, a keni ndonjë pikë referimi në lidhje me këtë çështje? Atëherë, për sa i përket skemave që përdorin vendet e rajonit apo vendet europiane, për sa i përket le të themi skemave financiare për mbështetjen e fëmijëve, ne nuk po kërkojmë diçka që t'i arrihet niveleve të vendeve europiane, sepse mund të jetë diçka shumë ambicioze. Për shembull, rasti i Gjermanisë si është? Në Gjermani është një pagesë mujore që fëmia përfiton në muaj 300 euro. 300 euro. Ndërkohë që nëna është e papunë në shtëpi. Nëse i referohemi vendeve të rajonit apo vendeve europiane për sa i përket skemave financiare për mbështetjen e fëmijëve, nëse i referohemi për shembull Gjermanisë, i cili është një vend nga më të mirët për sa i përket standardeve të jetesës, Gjermania aktualisht operon me një pagesë fikse mujore që është diku te 300 euro në muaj për fëmijën derisa fëmia të bëhet 18 vjeç. Por ne nuk po kërkojmë diçka kaq ambicioze, të cilën realisht ne nuk e arrim dot në situatën ku jemi, në nivelin ekonomik për cilën jemi, por ne po kërkojmë diçka minimale e cila të arrijë një farë barazie sociale për familjet e varfra dhe veçanërisht për nënat e papuna që janë në nevojë. Atëherë ne mendojmë që kjo është një politikë e cila aktualisht është e pa realizuar dhe nuk është diskutuar më herët, të paktën në djenin tonë, kështu që ne mendojmë që në momentin që do të krijohen mundësitë për ta hedhur në diskutim këtë si gjë, patjetër që do duhet që dhe institucionet në një farë mënyrë të bëjnë një vlerësim dhe ta mirëpresin si sugjerim, ndërkohë që një gjë që ja vlen për të thënë që ne kemi bërë një takim informal me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me përfaqësues të tyre, ku edhe kemi diskutuar këtë si politikë edhe po shohim mundësinë se si kjo politikë të mund të përfshihet në një nga dokumentat zyrtar që janë të politikave sociale në vendin tonë. Faleminderit që ishit pjesa e podcastit tonë. Faleminderit juve. Faleminderit juve, kishte kënaqësi.